ky lajm është në të njëjtin nivel, e para njëherë për të justifikuar ato çfarë këto projekte nuk mund të ecin më në këtë formë. Pra duhet një rishikim nga e para për të dy këto projekte, e dyta për të justifikuar presionin e madh që po i bëhet kryeministrit, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë nga Bashkimi Evropian, dhe e fundit për të penguar sa më pak reagimin popullor, sepse ne me një logjik shumë minimaliste mund të bëjmë pyetje vetes dhe me këtë rast edhe publikut. Tani pse mos të ndodhte e kundërta? Pra pse mos të ndërtohej porti i jahteve në Porto Romano? Ishin kushtet aty ku thot Igli mund të vazhdonte edhe pjesa e këtij portit privat, pra pa u prekur asgjë në pjesën gjeostrategjike të Shqipërisë dhe nga ana tjetër këto miliarda euro pse mos përdoreshin si investim. A shpëtohet interesi shqiptarëve? Patjetër shpëtohet. Unë mendoj që shpëtohet. Se portin e Durrësit e kemi humbur. Porto Romano se bën dot? Unë nuk mendoj se e kemi humbur portin e Durrësit, sepse gjërat mund të rikuperohen. Jemi në kushtet, prandaj dhe Amerika unë e shoh si urdhër, e shoh si gjendje alarmi. Amerika ka dhënë urdhër dhe jam shumë e bindur që kryeministri do të rriqet nga ky projekt Ogurzi dhe në funksion të kësaj tërheqje janë dhe këto shashkat që po pezullojmë nga raketat. Sepse mund na vinë raketat. Raketat mund të vinë edhe kur je i pezulluar, edhe tani. Edhe kur je duke punuar. Plus që ekspertët e asaj fushë, se unë s'mund të marr përsipër që të dija do vinë apo nuk do vinë raketat, ekspertët e asaj fushë e kanë treguar qartësisht që nuk ka asnjë mundësi objektive për të ndodhur dhe mbi të gjitha thënë një fjalë, nuk mund të preki raketa vetëm portin e ri në Porto Romano apo portin e Durrësit. Sepse siç thotë një shprehje vjetër, nuk